është e qartë se Islami asnjëherë nuk tenton ta minimizoj as trupin në karshi shpirtit, e as ta nënvlerësoj shpirtin në karshi trupit. Për arsye se Islami tenton që ti mirëmbaj gjitha emocionet, gjitha ndjenjat e njeriu. Pra në Islam, sipas Islamit, nuk guxon njeriu ta shtyp asnjë në lloj ndjenja. Mi vetëm duhet ta përdor ashtu siç ka urdhëruar, siç i ka gjetë mekanizmat e tij. Pra gjithmonë gjatë zhvillimit të ibadeteve, njeriu do të ketë parasysh edhe anën fizike, po edhe anën shpirtërore. Por do të jenë një farë sinkronizimin, një farë bashkëkoherencë ndërmjet trupit edhe shpirtit. Për Islamin është shumë i rëndësishëm edhe trupi. Pastaj se nuk, sipas disa dietarëve, në farë forme ibadeti më i mirë i mundshëm që bëhet në trup të shnosh. Por jo në një trup të smund, për shkak se ti smundesh me ato hapën kur i kanë shumë nga defektet nga smundjet e trupit. Islami dëshiron që secilën prej dimensione ta ketë vendin e merituar. Jo të anoj nga njëra anë më tepër se sa që duhet. Sa po ma kujtove Alia Izetbegovićin, kur provon ti zbërthej disa prej nocioneve, thotë për shembull nuk mundet me i zhvesh prej dy kuptimësisë. E merr shembull avdesin, namazin e kështu me radhë. Nuk mund ta rrudhim fjala vjen konceptin e namazit vetëm te një ushtrim fizik, sipas tij, ose abdesin vetëm te një pastrim higienik. Po patjetër parasysh se Islami ka tek ibadetet e ka fushën e simbolikës dhe fushën e referencave të atyre simbolika. Për shembull, ne gjithë e dim që namazi ka për simbol largimin nga të këqijat, apo? Nëse vjen një njeri i cili asnjëherë nuk e ka në një të falë, të realizu namazin, nëse e shef formën e aplikimit namazit, që falë namazin, një të detyrueshme, a e kupton ai që do të ketë largim nga e keqja? Jo. Pa arsye se kjo simbolik nuk është si lloj ishareti. Por simbolika dhe forma e kanë kuptimin brenda strukturës vet hynore. Pra ti duhet të jesh i konektuar pak edhe me trajtesën që Zoti ja ban, për me kuptu që ka një lidhshmëri ndërmjet baktisës këqija edhe aplikimit të vet namazit. Pa gjithmonë, pra e ruan më shumë, e ruan atë kuptim më tepër sa që ti mund t'i japësh në shikimin e parë. Dhe gjithmonë simbolika që mund të jenë gjatë ibadetit e te i kalojnë shikimin e parë. Për këtë arsye, edhe agjerimi e te i kalon simbolikën e abstenimit nga ushqimi dhe nga pijet. Për arsye se sënon diçka tej asaj simbolike, tej asaj që shihet.